se nuk kemi ne politikan të modelit të Maduros që do t'i bënte sfida Amerikës dhe i thonë hajde më arresto se unë jam i fort, bëj këtë, bëj atë. Në rast se do keti mesazh sigurisht edhe për Ramën, ai nuk do bëj rezistencë, do largohet. Ky është gjykimi im tani, analizë është. Zoti Basha, nuk do ketë rezistencë, thot zoti Kalaja. Unë i kam lënë. Ju nëse zgjidheni drejtues i gardës, besoj e keni marrë masat se si mund të parandaloni një avion amerikan mbi kryeministri. Unë i kam lënë skenarët e politikës. Jo, Faigu do bashkëpunoj me amerikanët. Nuk e bën atë zoti Basha. Patjetër që po. Ne nuk kemi asnjë institucion i cili përfshi ato të gardës republikës i cili është në luftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as me politikat amerikane. Ne jena me fat që kemi vend mik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria të paktën që në 1920-s ka parë benefite dhe ka parë mira nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi vend i cili jemi ndihmuar, Kosova është liruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që asnjë helikopter i Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi kryet të çdo institucionit nuk përbën rrezik përveç se është mbrojtje. Madje nëse zgjidhem në kryet të Gardës së Republikës, do të kërkoj një bashkëpunim të thelluar me institucionet amerikane për të avancuar më tej procesin e punës dhe avancimin e mëtejshëm të strukturave të sigurisë në këtë institucion, e i domosdoshëm për të avancuar më tej, sepse kuptohet teknologjia, rreziku avancon, kështu që duhet përshtatur dhe institucionet dhe është e nevojshme. Ne kishim më shumë në sensin e batutës, por gjithsesi ti e the një mesazh lidhur me kandidaturën tuaj.